Shikues të nderuar, përshëndetje. Po paraqitemi këtu në këtë linjë direkte prej qendrës studentëve në Prishtinë, ku para pak çastesh ka arritur grupi i dytë i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë ardhur nga diaspora dhe sipas vendimit të qeverisë ata do vendosen këtu në qendrën e studentëve në karantinë për 14 ditë deri në përfundimin e testimeve ose në eliminimin e të gjitha shenjave për virusin korona. Arsyeja pse jemi paraqitur në këtë transmetim të drejtë për drejtë është fakti se para pak çastesh këtu në qendrën e studentëve ka intervenuar. Në fakt është sjell edhe njësia speciale e policisë, të cilët janë paraqitur afër konvikteve këtu me armë të gjata për ta mbajtur rendin. Siç po shihet edhe në pamje, shikues të nderuar, qendra është blinduar prej policisë, ndërsa në të gjitha anët shihet prezencë e shtuar e policëve, të cilët kanë rrethuar qendrën, janë policë të armatosur edhe me armë të gjata. Nuk e dim arsyeën pse policia vendos të bartë armë të gjata në këtë situatë, ndërsa nuk janë dhënë sqarime pse janë ftuar njësitë speciale ende. Siç po shihet në pamje, të gjithë punonjësit janë të maskuar me rroba për mbrojtjen nga virusi, e po ashtu janë duke u dezinfektuar secili punonjës i cili po hyn brenda qendrës. Rruga e cila çon te qendra e studentëve tashmë është bllokuar dhe makinat nuk lejohen të futen në këtë qendër, ndërsa po shohim në pamje pjesëtarë të njësisë speciale të rajonit Prishtinës, të cilët janë vendosur këtu për ta mbajtur rregullin dhe rendin brenda kësaj qendre. Ministri i Transportit Lumira Bizhiku para pak çastesh ka njoftuar se të gjithë ata që do vinë nga diaspora në Kosovë do vendosen në këtë qendër për një qendrim prej 14 ditësh. Është një qendër studentëve, është një qendër me një kapacitet prej mbi 1000 shtretërish, ku garantohet pastërti, higjiene, po ashtu garantohet ushqim për të gjithë të pranishmit, për shkak se këtu veç ushqehen dikun rreth 3000 studentë brenda ditës, të cilët ndjekin studimet në Universitetin e Prishtinës. Në pamje jemi duke parë lëvizjet e policisë, ndërsa në anën tjetër kalojmë edhe në anën tjetër ku kemi parë pjesëtarë të policisë tek bojnë gati perimetrin e sigurisë me shirira të policisë, për mos lejuar që askush nga qendra, askush nga karantina mos të dalë prej rrethimit të cilin e ka vendosur policia. Kemi parë pjesëtarë policisë të Kosovës, të cilët janë vendosur edhe prapa qendrës, të cilët janë duke mbikëqyrur gjatë tërë kohës këtë objekt dhe kanë kontrolluar nëse objekti i cili është i mbyllur me rrethoj ka dalje të cilat munden të shfrytëzohen për të larguar personat të cilët janë brenda. Shifet edhe në pamje që pjesëtarët e policisë janë vendosur edhe në zonën përreth kësaj qendre dhe janë duke monitoruar në vazhdimsi nëse dikush prej personave tenton të largohet nga kjo zonë ose dikush tjetër tenton të futet brenda zonës e cila është shpallur karantinë. T'ju rikujtojmë, shikues të nderuar, që në Kosovë është duke u bërë apel i vazhdueshëm që qytetarët të qëndrojnë brenda shtëpive të tyre dhe mos dalin në rrugë, mos dalin në qytet për të takuar me persona të tjerë, për shkak se virusi korona transmetohet nëpërmjet prekjeve dhe nëpërmjet kontaktit fizik me persona të cilët janë infektuar. Deri më tani pjesa më e madhe e personave të cilët janë konstatuar me virus janë persona të ardhur nga shtetet, nga diaspora jonë, nga shtetet jashtë Kosovës. Disa prej tyre, pjesa më e madhe kanë ardhur nga Italia, ndërsa kemi pasur një rast nga Londra dhe një rast tjetër prej Republikës së Gjermanisë, të cilët
kanë ardhur të infektuar dhe fatkeqësisht e kanë bartur sëmundjen edhe të disa prej familjarëve të tyre. Deri më tani kemi 21 persona të cilët janë konstatuar se kanë virusin COVID-19 në trupin e tyre, ndërsa gjendja shëndetësore e tyre është stabile. Disa prej tyre tashmë janë dërguar në kurim në shtëpitë e tyre, sipas asaj që na kanë thënë mjekët, sëmundja mund të trajtohet në mbikëqyrjen e mjekëve edhe në shtëpitë e tyre, andaj nuk ka vend për panik nëse dikush prej familjarëve është i prekur nga kjo sëmundje. E tëra që duhet të bëhet është një trajtim i kujdesshëm me vitamina edhe me medikamente të cilat ndalojnë temperaturën. Shikues të nderuar, ne po ju lejmë edhe me pak pamje këtu prej hapësirave të konvikteve. Një apel tek ata familjarë të cilët i kanë persona të vendosur këtu në karantinë është që mos të afrohen dhe mos tentojnë t'i kontaktojnë. Thjesht duhet të presim disa ditë dhe në momentin kur këta persona të shmangin rrezikun që janë të infektuar dhe t'i kthehen normalitetit në jetën e tyre. Andaj po ju bëj apel për këtu që të mos të afrohen rreth afër qendrës së studentëve për të bërë të lëvizje, për të bërë panik tek personat të cilët janë brenda. Zyrtarët e qendrës na kanë thënë se do garantojnë ushqim cilësor për këta persona dhe do garantojnë kushte të mira të jetesës për këta njerëz që janë vendosur tashmë në karantinë. Ju thash edhe një herë, këtu jetojnë mbi 3000 studentë në këto konvikte dhe kushtet janë mjaft të mira për standardin e jetesës këtu në Kosovë. Po e lodhëm me pak pamje nga qendra e studentëve, ndërsa deri në transmetimin tjetër, mirëmbëjtje.